Përshëndetje, në këtë emision në Albania TV, emision për të gjithë emigrantët shqiptarë në Greqi. Vetëm përpara 2 ditëve mundsuam me njërën prej lidhjeve më të reja, lidhjen e Tiranës, një aktivitet me rastin e ditës së 17 nëntorit, dita e çlirimit të kryeqytetit tonë. Natyrisht në larmishmërinë e të ftuarve që kishim, të këngëve, të vallëve, të kërcimeve të ndryshme nga zona të ndryshme të Shqipërisë, të recitimeve, nuk mund të mungonte kënga polifonike Labe. Përmban elemente të dashurisë, përmban elemente të emigracionit, përmban elemente të historisë tonë. Polifonia trashëgohet nga një ribrez në tjetrin, kryesisht në mënyrë gojore, duke u dëgjuar të moshuarve, të rinj, e perfeksionojnë nga njëra koncert në tjetrin, nga njëra paraqitje në tjetër, nga njëri festival në tjetrin. Dhe këta duke ruajtur autencitetin dhe originalitetin e këngës polifonike Labe. Kjo përbën një formë, jo vetëm një formë arti, por është një mënyrë kulture e gjallë, e lashtë, e kombit tonë, e popullit tonë shqiptar. Labori me pesapuri. Bashkësive ku ne kemi lindur. Falë kësaj, në vitin 2005, kënga polifonike Labe u shpall kryevepër e trashëgimisë kulturore, gojore dhe jo materiale të njerëzimit nga UNESCO.
ti dëgjojmë, ti intervistohen për mikrofonin tonë. Le të dëgjojmë ata, të dëgjojmë mendimet e tyre, dëshirën e tyre, kënaqësinë që ata shprehin duke folur, si në muzikë, me këngën e tyre polifonike, por edhe me fjalën e tyre të ngrohtë. Përshëndetje. Jemi në një ambient në qendër të Athinës, në një aktivitet të sofrës së Tiranës, dhe natyrisht këtë aktivitet nuk mund ta kuptonim kurse si pa muzikën polifonike Labe. Pranë meje kam këngëtarin kryesor të grupit Lot Kurbeti, të cilin dëshiroj ta falenderoj jo vetëm që është i pranishëm sot, por edhe që pranon për këtë intervistë, sepse ne kemi dëgjuar dhe ndjer muzikën polifonike nëpërmjet tij në shumë aktivitete, në shumë festivale, është gjithmonë i pranishëm dhe na përkëdhel veshët me gjithë grupin e tij. Përshëndetje. Përshëndetje. Urime një herë. Do të dëshiroja, faleminderit. Do të dëshiroja së pari të di, midis njërit tjetrit, një grup polifonik duhet të ketë një sinkronizim zërash, duhet të ketë një marrëveshje, çfarë kriteresh juve zgjidhni me njëri tjetrin? Siç dihet, kënga polifonike Labe ka 4 komponentë kryesor, të cilët duhet të gëshetohen në mënyrë absolute me njëri tjetrin, duke nisur nga Marsi, Kthisi, Hesi dhe Isoja. Të 4 këta komponentë e mira është që gjithmonë ne përzgjedhim njerëz që e njohin shumë mirë polifonin Labe, patjetër nga treva e Laberisë, kryesisht qarku i Vlorës, Gjirokastrës. Për hir të vërtetës, grupi Lot Kurbeti përbëhet nga disa persona që kanë të paktën i fundit 15 vjet në këtë grup, kështu që kemi gjetur një harmoni pothuajse absolute me njëri tjetrin. Përbërës anëtarët e grupit janë kryesisht nga zona e Vlorës dhe Gjirokastrës të Pelen. Unë kur eci rrugëve të Athinës, dëgjoj shpesh edhe të rinj që vën muzikë Labe në makinat e tyre. Kalon nga njëherë ndonjë bache dhe në ditë festash, në të diel, dëgjon prap muzikë Labe. Në festat tona familjare, diku do të gjendet një muzikë Labe. Ju e ndjeni që po vazhdohet një traditë, si në Shqipëri, si diku që këndon dhe në festat Polifonia Labe në vitet e tranzicionit pësoi një dëm, mund të thoshja drastik, sepse u fut muzika popullore e shumë linjave, pati një rënje interesi për këngën Labe. Megjithatë, unë shikoj që në 10 vjeçarin e fundit dhe konkretisht edhe këtu në emigracion, dhe në Athinë sigurisht ekziston një interes goxha i mirë nga të rinjt, kjo fal dhe kushteve normale që janë krijuar për emigrantët, duke marrë parasysh festat e fundit nëntorit që shqiptarët ka festuar në ambiente publike në Athinë. Kjo u ka dhënë një shtytje që edhe ta dëgjojnë, edhe ta dëgjojnë nëpër radiofon, nëpër makina muzikën në bukur Labe. Të ka ndodhur të mësosh ndonjë të ri, ndonjë djalë, ndonjë vajzë të re? Po, ne te grupi kemi konkretisht sot 2-3 fëmijë që janë të moshës 10 vjeçar. Sa mirë. Dhe pjesë e grupit, domethënë disa skena ata kanë qenë pjesë e grupit. Kënga tua që ka më shumë vlerë emocionale? Konkretisht grupi Lot Kurbeti është përqendruar tek këngët që kanë të bëjnë me emigrimin, duke ju referuar dhe rapsodit pa harruar Zau Balili, që tekstet e tij në masën 80% i ka përshtatur për emigracionin, për Kurbetin. Kryesisht linja kryesore është dhimbjet e Kurbetit, patjetër kënga Labe gështeton shumë bukur edhe këngët patriotike, këngët lirike, i këndon shumë vajzës bukur Labe, i këndon natyrës. Përpara një koncerti ju i përgatisni, bëni prova me njëri tjetrin apo keni dhe spontane kështu në përgjithësi? Ka pas raste që kemi dalë dhe në momentin e fundit, siç ka ndodhur gjithëherë në ambientet e ambasadës shqiptare, por kryesisht në ndër vite kemi qenë pjesë e disa festivaleve
edhe brenda Greqisë, po edhe në Shqipëri si është festivali i Gjirokastërës, festivali i Bylis. Atje patjetër përgatitemi me tekste të reja kryesisht, me prova të paktën 1 ose 2 muaj përpara çdo eventi. Dhe një pyetje të fundit. Polifonia Labe do të vazhdoj, do të humbas? Si e mendoni ju? Unë jam shumë i sigurt që do të vazhdoj, sepse ka histori. Sepse ka rrënjë shumë të forta. Ka shumë rrënjë të forta, ka rrënjë në popull, ka rrënjë në traditën tonë të bukur Labe, kështu do vazhdoj dhe unë jam shumë optimist për këtë. Ju faleminderit, ju uroj suksese. Faleminderit. Pra, si që ndojët dhe vetë, ishin fjalë zemre, fjalë të sinqerta prej njërit prej këngëtarëve të grupeve polifonike të cilat frekuentojnë aktivitetet e Athinës. Në pamundësi për të paraqitur grupet e tjera, gjithmonë na ndodhin defekte, do të dëshiroja t'i falenderoja të gjithë për pjesëmarrjen, por mbi të gjitha t'i lutesha që ta vazhdojnë traditën e bukur të këngës polifonike Labe. Është jo vetëm dëshirë e jona, por është edhe detyrë për t'u lënë brezave të ardhshëm një nga thesarët më të vyer të kulturës, të traditave të kombit tonë. Mirupafshim në emisionet e tjera.